Gjatë një takimi me banorët e lagjes 10 në Korçë, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun Korçë Niko Peleshi theksoi objektivin e kësaj force politike për të fituar 7 mandate në zgjedhjet e 11 majit. Duhet vota për Partinë Socialiste që është numri 5 në fletën e votimit. Kjo është më e rëndësishmja. Nga vota për Partinë Socialiste përcaktohen mandatet dhe ne kemi këtë herë një objektiv shumë ambicios. 7 mandate për Partinë Socialiste. Nga 10 mandate 7-3, pra 7 mandate për Partinë Socialiste. Ai ka kërkuar banorëve të votojnë Partinë Socialiste dhe deputeten aktuale Enslem Vera Zake. Është përcaktuar pra që të punoj me ju, siç e dini, Eni, deputetja aktuale që ka qenë në krahun tim në këtë mandat. Jam shumë i kënaqur padyshim për punën që kemi bërë së bashku për Korçë, po dhe aty në jetën parlamentare, edhe shpresoj dhe uroj që të jetë e mbështetur përsëri, për të qenë përsëri përfaqësuese e Korçës në Parlamentin shqiptar, por në këtë lagje posaçërisht patjetër që pritshmëria edhe, si më thënë, ndarja e punëve është që është bërë e tillë që ju të jeni në mbështetje sa më të fuqishme të Enit në këtë garë të shëndetshme brenda Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Peleshi ka bërë të ditur të gjitha investimet e kryera gjatë 12 viteve të qeverisjes së Partisë Socialiste, duke i kërkuar banorëve mbështetje për vijimin e punëve, si dhe për vazhdimsinë e reformave që do të çojnë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian.